Partia Demokratike e Shkodrës ka përkujtuar këtë të martë 25 vjetorin e themelimit të kësaj force politike. Në këtë aktivitet kanë qenë prezent drejtuesit më të lartë të PD-s së Shkodrës, deputet dhe anëtarë simpatizantë të kësaj force politike. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike Ramiz Çobaj ka vlerësuar kontributin e themeluesve të Partisë Demokratike të Shkodrës, por nga ana tjetër ka hedhur akuzat ndaj dyshës qeverisë së Rama Meta. Të gjithë meritojnë të përmenden dhe të kujtohen emën për emën, por do të doja të përmend njërin nga themeluesit e partë të degës Partisë Demokratike Shkodër, Arben Brocin, i cili së bashku me Nazmi Kryziu, Bujar Bishanakun e Besnik Ceken bën sakrificën më sublime, dhanë jetën për mbrojtjen e asaj që sapo kishte lindur të demokracisë shqiptare. Festojnë sot së bashku me ne fibra e Partisë Demokratike, ruajtës si xheloz të farës të demokracisë, aristokratët e shpirtit shkodran të përsekutorit politik. Ne demokratët jemi këtu për u rikthyer shpresën shqiptarëve, e kemi për detyrë dhe për mision dhe do ta bëjmë. Ne e kemi filluar këtë proces dhe numërimi mbrapsht për qeverisjen e korruptuar ka filluar. Garanci për largimin e shpejtë të tyre nga pushteti është mbështetja popullore ndaj Partisë Demokratike. I pranishëm në këtë aktivitet ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, i cili përveç urimit për 25 vjetorin e themelimit PD-s së Shkodrës, ka folur edhe për situatën politike në vend, duke analizuar aksionet e qeverisë, regreset që po i bën ajo vendit. Erdhi momenti u ndruan pushtetet. Dhe njerëzit prisin tullat e tjera në murin e Ngrejinës. Prisnin që atje ku e la Sali Berisha dhe Partia Demokratike ta zhvillonin socialistët. Ndërtuam ne rrugë dhe çan tunelet bënin ata e kurudha. Ndërtuam ne shkolla dhe spitalet i bënin ata më moderne dhe të ndërtonin më shumë, po të ishte e mundur. Por çfarë ndodh? Në pushtet nuk vjen një parti e përgjegjshme, siç do donin gjithë shqiptarët. Vjen një bandë kriminale. Vjen Edi Rama dhe Ilir Meta, të cilët në kundërshtim ato që presin njerëzit, kundërshtim ato që pret Shqipëria, nuk vazhdojnë të ndërtojnë, nuk vazhdojnë të punojnë. 25 vite më parë në Shkodër do të hapej dega e Partisë Demokratike, partisë së parë me parime demokratike në vend pas shëmbjes së regjimit komunist, një forcë politike e cila thuajse tërësisht në këto 25 vite ka drejtuar qytetin e Shkodrës.